kush e ka gju me zull kuvendin e Kosovës. Shëndetja e një luën. Ja. Kjo është para partisë. Po kënë rru se jërë në kalim në vëllë tjetër. Pa i po më do këtë s'po delë më ofte. A je kandidati apo gjera? Kredi. Merë me pushtetin, se po merë me opozitë. Merë me pushtetin. Aktiviteti mas ne që të bëjmë. Shkoni para Kur dush, hajde dalim bëjmë. Bëni aksion Kur të para lexojsh, pushtetit. për ty vlen kjo, veç nga e. Bëni aksion para zyreve të vetëvendues, ata janë e keqja. Ata janë e keqja. Nëse i dalim me prish, nuk është mirë. Jo, s'kom dole me prish, veç që po Po menoj që mas mirë ti është me shku para zyreve të vetëvenduesjes, me bo aksion kundër pushtetit. Hajde ti të zyra jone ka zëna që me bot. Lutam lem tash mëse për aktivitetin. Po keni ardhur në zyre të opozitës. Po të luti seriozisht le. Na ish dosh bo qëllimin e përbashkët, me rëzu të keqen në ranin Për tunë. me nënshkru. Veç kështu, Qa me nënshkru? Po ti lexoj herë qyrëm, apo Po kush jeni jo me na pru neve diçka me nënshkru na? Paris largon. Largon më në aktivitetin më smajde. Jo, Largon. në aktivitetin jeni para zyrës LDK-s, Po jeni çfarë para bëjmë kjo është aftësirë Një politike. orë e keni rrit ju vetëvendues e keni Dashur gazetar, këtu të morë me opozitën. dashur Ju ka pagu, ju ka proksit vetëvendues. Dalim debat. O jo, Lene se Jam tani që jemi vetë juve, jemi shumë atë se ju. Jemi shumë, hajtë bjedhi do lojka, hajtë bjedhi do lojka si qatë punë. Hajde. Jemi të lypë debat për shdo, na dilnin debat. Po ti me s'po pratë me po koalicion me vetëvenduese. Hajde pajtë bjedhen e lajk. Bjedhen e lajk, hajtë bjedhen e lajk, hajtë qatë punë e ki, me bjedhen e Ju lajk. vjedhni lojka, ju jeni të morë me qësë është ju shti vetëvenduesja u morë me qëtë punë. dashur gazetar, që është edhe pesheni, sikleti i partive opozitare, në veçanti i LDK-s, është i pa përmbajtën. I pa përmbajtën. Njerëz që blejnë vot, natyrë veç pak. Njerëz që blejnë vot në diasporë, njerëz që blejnë lajka. Njerëz që i shkojnë Albin Kurtit, njerëz që i shkojnë në Albin Kurtit në se cilin ta keme vojnë. Unë e besoj, veç pak, ju lutna. Se s'po folën kuvend kështu. Eliata, muna me kryqet konferencë, ju lutna. Se që kjo është qëllimi me prish. Po, sot është një aksion simbolik i një të ashtu quajturës parti, pasi që e cila nuk ka mujt me i siguru as numrin minimal të kandidatëve për listën e saj zgjedhuar, dhe më thonë garojnë me 6 deputet, e kjo flet shumë për relevancën e tyne, ashtu si që po e sheni edhe jo në vazhdimësi, ata në vend që të merren me të keqen e këtij vendi, në vend që të merren me pushtetin, ata i ka pagu pikrisht pushteti për me u marrë me lidhjen demokratike të Kosovës, për arsye që lëvizjes vetëvenduese është duke i pengu jashtëzakonisht shumë rritja e lidhjes demokratike të Kosovës, e ata po i përdorin të gjitha mjetet, të gjitha format, të gjitha mënyrat për me e sulmu lidhjen demokratike të Kosovës, e njëna prej mjeteve të tyre, fatkeqësisht tretësore, është edhe PSD-ja e cila është shëndru në vegël të Albin Kurtit, është shëndru në vegël të lëvizjes vetëvenduese. Askund në botë nuk ka ndonjë shembull që një parti opozitare në vend që të merret me pushtetin, merret me partinë tjetër opozitare. Çdo ditë ne jemi duke u përballur me një propagandë nga këta proksi të lëvizjes vetëvenduese, duke sulmu lidhjen demokratike të Kosovës në të gjitha mënyrat, duke përdorur sulme kibernetike, e duke përdorur propagandë, AI e të gjitha mjetet tjera, me të vetmin qëllim që me sulmu lidhjen demokratike të Kosovës për arsye që ju atyne, po shefit të tyne, po ju pengon lidhja demokratike të Kosovës. Para se me bo aksion ata, para lidhjes demokratike të Kosovës, është mirë ata me na tregu kush e ka sulmu me i bon nder Kosovës, nëse ata po thujnë që opozitën e kemi për një me, e ju për interesat shtetit, nëse për një me ja dojnë të mirën shtetit, e punojnë për interesin e shtetit, është mirë atëherë me dole me na tregu kush e ka gju me zull kuvendin e Kosovës. Na shte e morën Albinin edhe shkon që aty ku ish dosh me qenë nëse tregojnë që ai është përgjegjësi. Po tutna që edhe këta shkojnë bashkë me të,
Kështu që ata kanë një mëri pyetjesh që duhet m'ju jep përgjigje para se me dal edhe me bë aksione për partitë e tjera opozitare. Në një duhet me tregu kush e ka gjujt kuvendin e Republikës Kosovës me zull. Në dy duhet me tregu për ato depot armatimit që i kanë pas, që ja ka gjetë policia e Kosovës, prej kajt e kanë pas burimin. E nëse përgjigjen rreth këtyre pyetjeve, edhe vrasjes, vdekjes së mistershme të aktivistëve tyne Astrid Dehare, pastaj nëse përgjigjen për këto pyetje, se besoj që ata e dinë, janë të informuar rreth këtyre gjona, atëherë mujnë me bë aksione edhe para partive të tjera politike. Nëse a dojnë mirën vendit, dilni edhe tregoni këto pyetje, jepni përgjigje këtyre pyetjeve, dujani të mirën Kosovës, tregoni kush e ka gjujt me zull kuvendin, ka i keni marrë armatimin që u ka gjetë policia në ato depot e juja, pastaj mujna me bisedu për çështje të tjera. Dy pyetje presim përgjigje nga qytetarët e Republikës Kosovës. Janë jetike për këto zgjedhje. Pse shkuam në zgjedhje dhe çfarë do të ndodh pas këtyre zgjedhjeve? Po shpjegimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe të Partisë Demokratike të Kosovës për këto dy pyetje, nuk mundet qytetari me kuptu se çfarë po ndodh dhe çfarë ka me ndodh. Në leximin ton ka qenë drejt refuzimi për bashkëpunim me Kurtin sa i përket zgjedhjes së presidentit. Rrugës po kuptojmë që ky refuzim nuk ka qenë parimor, nuk ka qenë normativ, por ka qenë për pushtet. Tani pyetja e dytë është çfarë duan këto parti bojnë pas zgjedhjeve që ti kuptojmë a me i votu në zgjedhje. Në leximin ton është e qartë situata. Kosova është në një moment shumë të rëndësishëm. Në mandatin e ardhshëm dy gjëra mund të jenë finale. 7 gjyqtarë të gjykatës kushtetuese, 2 janë zgjedhur më herët nga ndonsa e NGC-i dhe që e dini sot ka nisur edhe zgjedhja kryeprokurorit të shtetit. Prandaj propozimi jonë është i qartë, zotimi jonë është i qartë, i ftojmë PDK-n e LDK-n të zotohen edhe ato në qëndrimet që ata mendojnë që duhet e ne i ftojmë në këtë që kemë propozu. Propozimi jonë është i qartë. Nëse subjektet e nënshkruara e fitojnë shumicën parlamentare, krijojnë qeveri të përkohshme tranzitore me synime të depolitizimit, ma mirë me thonë departizimit të krejt bordeve agjensive, zgjedhjen e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese dhe vetëm pasi të krijohen këto kushte, mund të shkojmë në zgjedhje ku do të garojmë për qeveri politikën, si të themi. Është e rëndësishme po ashtu me e kuptu që nëse nuk krijohet shumica nga partitë që janë të nënshkrume, cili do të jetë veprimi tyne pas zgjedhjeve? A do të hinë në negociata e pazare me pushtetin aktual? Se nëse kjo është përgjigje atyne, atëherë edhe përgjigja po rikuptimsohet. I bjen që në zgjedhje jemi shku sepse opozita ka llogarit që merr më shumë hise në pushtetin e ardhshëm. Pra, asnjë arsye të refuzimit politik, thjesht interesat ngushta partijak. Prandaj unë besoj që është jetike që ti obligojmë partitë në fjalë që të zotohen publikisht për çka janë, sepse në këto zgjedhje, siç e dini ju, po shkojmë për shkak të krizave. As nuk është afati rregullt, janë 3 palë zgjedhje për rreth 16 muaj, prandaj është e rëndësishme me kuptu dhe cila është zgjidhja. Zgjidhja jonë është e qartë. Nëse ne besojmë që nuk duhet të ketë president të Kurtit, nëse ne zotohem, nëse ne kërkojmë që nuk duhet të ketë qeveri që dominohet nga një parti, atëherë ne besojmë që për fazën tranzitore nuk ishte dashur me kërku për veti. Na besojmë që opozita ka gabu tërësisht kur ja ka kërku të njëjtat sene kryeministrit mos me i bo e për veti i ka propozu me i bo, siç është rasti i presidentit. Unë për i marrë pyetjet nëse ka dhe mas nejnë në mënyrë publike, po e nënshkruj zotimin në emën të PSD-s, ku i ftoj edhe të tjerët me nënshkru. Unë besoj që është e shtru me gabim, kur e mendoni a duhet mi dërgu dikon policin, as duhet mi dërgu dikon policin. Jo në rrafshin territorial, jo në rrafshin rajonal, këtu diskutime bohen a ka pas procedurat rregullta, a është keqpërdor policia e Kosovës si përpara, po është krejt gabim me trajtu Drenicën si të veçantë, Verim si të veçantë, Dugagjinin si të veçantë. Kosova është një dhe policia duhet me vepru sipas rregullit ligjor. Nuk duhet me pranu këtë debat, sepse këtë debat i shërben përqarjes jo vetëm politike, po edhe rajonale. Nuk kemi nevojë për një gjatë tillë dhe ne refuzojmë këtë shpjegim.